Sot në mëngjes, 10:30, nuk e di sa që e ora. Sot në mëngjes më bie telefoni, në WhatsApp, më bie telefoni. Shikoj, ishte Niko Peleshi. E hap. Eli Cerben, hiqi thash. Ku je? Në shtëpi. Foli pak në çik ti miku tim. Marr telefonin unë e në vesh. E më thotë, e më vrenon, si të kam. Mbeta unë ca sekonda. Normal, e ke parasysh. Se njeriu mbeta thash, ore jam unë, çfarë bëj? Tha, jam simpatizant. Po fola 7 minuta, ore, po këto që mbaj mend në përgjithësi. Jam simpatizanti i videove tende, tha. Tash unë e shaj atë nga familja, është pas prap simpatizant. Nuk e di, domethënë. Gjithsesi, jam simpatizanti, më foli sikur më kishim shok për 30 vitësh. Ndoshta kanë këtë aftësi këta, politikanët kanë një aftësi. Kupton ova, nuk e di. Po sinqerisht, unë jam tip që nuk kam emocion. Jo emocion, po më zuri një, sikur trullosa, sikur, nuk e di. Nëse, se ta si kupton, sa do të flasë me kryeministrin, e kupton? Vernos, jagum ke. Ti me tënden janë rregull. Me një 2 lëvizje të lehta nga e vërteta, se unë kam edhe dëshmitar, si isha vetëm kur u llafosëm, por halli i madh është me ata çyrykët e tu, Vrenos, që ishin lëshuar, jo donte ta blinte Rama, jo ja menderosi Vrenozi Ramës, jo ja përplasi derë në fytyrë, tërcivërsi. Tani që unë jam tifoz i videoet të tua, këtë e din shokët e tu dhe të mitë. Nikua, Raqka, Pendavinji, që mi lëvdove, apo jo, si njerëz. Po që unë nuk e dija që Nikua fliste me ty dhe që ishit edhe miq, këtë mos e dysho se e mora vesh vetëm dje. Po pinim kafe në Përgadec, më tregon videon e një çyryku atje, një Fidel, që mos e pyet qa drume prej e qe, dhe aty në ekran shikoj që e pëlqej etik të tipin. Dhe i them Nikos, e mbështes ka edhe Vrenozi këtë, e këshu hap muhabeti yt kur më tregon Nikua që s'di për çfarë kishit folur me ty, e i them, po pse flet ti me Vrenozi? Flasta. Si o fleti, thash. Si o fletës më ke thënë, po ti e di që unë jam tifozi videove të ti. Mere i thash, mere një herë në telefon, ma kalo po ta hapi. Më tha, Vrenos, tha, unë jam në Pogradec. Për pak vi në Korçë. Tha, dhe dua të pi një kafe, tha, në privatësi, pa kamera, pa gjë, tha, të dy bashkë. E ishta unë të sekonda, i thash unë nuk bëhet. Po jo, thash, po nuk bëhet, i thash. I thash, do me thënë, unë, me që po më fton kryeministri, thash, për një kafe, e vlerësoj. E më mos fillo të tallesh, tha. Po jo, me thash, e vlerësoj. Po unë nuk pi kafe në përkëshu, thëmë. Unë jam qytetari, thash, dhe dera ime është e hapur, i thash, e shtëpisë. Jashtë nuk pi unë kafe. Tani,
që të jemi të sakt, unë të thash, ore më takon ti mua, apo ke hallë se të turret partia? E ti më the, unë hallë se më turret partia? Unë jam i djathtë, po si jam as antar partie, jam njeri i lirë. Dhe e vërtet është, ishe i emocionuar, siklet do me thënë, dhe unë thash, kam dëshirë të takoj, po s'dua të vëm pozitë. Kështu që thash, kafe pa kamera dhe pa asnjë lloj publiciteti, tani jemi edhe në kohë zgjedhjesh, piti me mua? Dëgjoj tha. Unë në shtëpi nuk të vi tani tha. Do të vi pas 11 majt. Unë thash ti thesha pas 11 majt do të shpim në pesa. Sakt, por që t'jemi të sakt fare, ti më the derën e shtëpisë si ja mbyll dot kryeministrit. Po nuk e kam shtëpinë në gjendje të mirë. Dhe unë të thash se kam fare problem unë gjendjen e shtëpisë, se me aq sa i kam rënë Shqipërisë rrotull që nuk kam parë, po në shtëpi do të vi pa të pyetur pas 11 majt, se po era tani do më shohin, se s'kam si hy pa më parë e nuk të vë dot në pozitë. Kështu që do të vi vrenos, do të vi dhe sa për pesën unë dakord me ty jam, se dhe unë atë po kërkoj. Pesën, vetëm pesën aty, ne pesa. Tha po e kam dëshirë tha të vish në dhe në podcastin im. Podcastin e kjo. Jo i thash unë nuk u munde. Jo tamam. Thash ore vrenos, vjen ti në podcastin tim? Jo tani thash, po pas zgjedhjeve. Nuk më kujtohet më kesh thënë jo, po mbase këtë nuk e mbaj mend mirë. Ndërkohë që një analizë të zgjedhjeve do e bëjmë ne bashkë atje në podcastin tim. Besoje këtë, do ndodhi kjo. Më tha dhe këte. Më tha dëgjoj më tha mua. Dëgjoj më tha mua. Në qoftë se ti do ishe nga ana tonë, tha, nga anë e majtë, tha, do të kisha futur në listën e mbyllur. E unë qesha, në listën e mbyllur në Korçë, unë qesha, e thash, ore, po ku kam shkollë unë për deputet. Tha, se mos kanë këta, tha, shkollë më shumë, tha, sidomos ai në Albati, tha, i Bilishtit. Ti më tha je shumë më lartë se ata. Nëse më bëri komplimente e gjëra kështu, po nuk e di, jam shastisur të më fliste sikur më kishte shok. Sakt me një ndryshim të vockël. Nuk thash po të ishe ti nga ana e majt, po thash po të isha unë në vend atyre që e kam bërë atë palolistën andej. Dhe unë e besoj këtë vrenos. Besoj se jo vetëm ai që përmendë ti, që është çyryk fare, po as edhe një, jo në Korçë, po as në listën e mbyllur Tiranës për mua nuk vlen sa ti. Si kundërshtar flas. Jo vetëm se ti je ky që je, një fytyrë dhe një linjë, bardhë dhe zi, po ke dhe një gjë ti që ata se kanë. Si e çyryk. Dhe sigur ata të kishin aftësinë tënde kritike se të kam parë kur i kritikon kur u bie për partinë e tyre, s'do ishin sot të zhytur në lumrat e kënetës Renos. Nuk e di domethënë, kupton. Kam 12 vit që e shaj në për video në për shumë, por kuptova këtë gjë, që desha trokiti në dritarin e Vrenozit, ata po ndin diçka, kanë frikë. Prandaj në Korçë çfarë të bëj? Për shembull në Vlorë bëri me ato çupat e vet. Në Korçë kush është unë? Në Korçë është Vrenozi, opozitari. Dhe
opozitari e refuzovi Vrenozi. Tani e beson ti këtë, Vrenoz? Unë nuk e besoj që ti e beson këtë. Nuk e besoj. Imagjinoni ju tani të ditë statusi aty, Edi Rama jam në Korçë, po pi kafe me Vrenozin. Hajde, biri nënës. E kupton ti apo jo? E kupton çfarë bëhet? E mbylli Rama? Jo, s'kam mbyllur gjë unë. Unë sa e kam hapur me ty. Shqyr që gjeda këtë linjë, se dia unë që flisim me ty këta. Ne pesa më ke mua. Pas ta mbyll me ata të tut në pesa, që jo ty, po as dreqit nuk i duen, dhe do të dalin si mos më keq nga kjo garë këtë herë, dhe këtë e di dhe ti, do të vi në shtëpi me 5 trëndafila. 5 trëndafila do të vi të dera shtëpisë. Ma hap derën, s'ma hap derën, ato e di ti. Hajde Vrenoz. Tërë të mirat, edhe e diti si do dali kjo punë, po. Së të vë faj që nuk e thua.